Sot kam vendosur mja bu mamit një befasi, edhe me qenë pranë saj në një nga ditët më të rëndësishme të karrierës së saj, plot 42 vite pune si mësimdhënëse e matematikës. Këtë vit dhe mami del në penzion, kështu që na fëmijët vendosëm me gjetë kuhan edhe me qenë pranë saj. E morëm rrugën drejt Deçanit, drejt shkollës Lidhja e Prizrenit. Pikrisht jemi në sallën ku do të mbahet edhe ceremonia e pensionimit të mamit. E sot, secili prej nxënësve të saj e ka ndërtu rrugën e vet, edhe ka arrit suksese në fusha të ndryshme të jetës. Pikrisht sot, njëri prej tyre ka qenë edhe kryetari i komunës së Deçanit, dhe e nderoi mësimdhënësen e tij, po edhe neve si familje. Edhe ishte një moment që tregoi se respekti për mësimdhënësen nuk harrohet kurrë, pavarësisht pozitës në të cilën njeriu i arrin në jetë. Një falënderim i sinqert ishte edhe për gruan që në këto 42 vite pune la gjurmë në jetën e secilit nxënës. Po dëgjohem për gjithëve, unë nuk e kom pas në agjencë të marrë fare. Ko ma herët, drejtori Besniku më tha që pensionohet socialisht, kështu më tha. Dhe të qush, më do kështu me pas zakon, diçka veçantë ka këtu që drejtori Besniku më shërbëjshë dhe mu ka mësim për klasë 6 dhe klasën e 8. Atër por ka hy se basën në shkollën Lidhja Prizrenit. Ndërkohë rrugë se morën veshë se sa prije dhe kjo në pension. Jam të e bëjnë që jam pjesë e kësaj ceremonie ku ne shprehemi njëjën tonë, falënderimin tonë për akadështin që e ka mësimdhënësja për farloj angazhimi hyjnor në edukimin e brezave për shkollimin e pensionarëve. Mirë po që ka mësues atje që ti edhe i ka nuk jena më të përta. Po ne kemi posi para burti e tu e krejt brezi janë me mësuesën ty se e kemi rrujt. E unë të veçanti, sa është e mëllon që besoj që mësusja shpirtin që ato me ka drejtu se më me pas vitë sot. Emocion mbi emocion, sidomos për çasti tash kur mami edhe e thot fjalimin e saj lam të merës për këto 42 vite pune. Është kënaqësi e madhe të jem sot këtu me ju. Sot për mua është një ditë e veçantë dhe emocionuese. Me shumë se 40 vite punë arsim, po e mbyll një kapitull shumë të rëndësishëm të jetës time. Kur e kujtoj ditën e parë të punës time dhe e krahasoj me sot, nuk di të përshkruaja që ndjej sot. Ndjej mirënjohje të madhe për gjitha vitet e kaluara në shkollë. Këtu kam dhënë mësim, por edhe kam mësuar. Kam dhënë nga vjetja dhe kam krijuar kujtimet që do t'i ruaj gjithmonë në zemër. Kjo shkollë ka qenë pjesë e jetës time. Brenda këtyre murev kam përjetuar shumë kujtime, sfida, suksese dhe emocione të bukura. Jam krenare që punova me kolegë të përkushtuar dhe të edukoj brezat e tërë nxënësit. E sidomos ata që luftuan në ushtrinë çlimtarët të Kosovës. Problemi më i madh për një mësimdhënës është të shon nxënësit e tij të rriten të arsimohen dhe të bëhen njerëz të mirë për familjen, shoqërinë dhe për atë vend. Falenderoj dhe nuk i harroj kolegët, nxënësit dhe prindërit me të cilët kam bashkëpunuar gjatë këtyre viteve. I kujtoj me madh dhe nuk i harroj kurrë mësueset, Nushe Gjikokaj dhe Soperizaj,
që kom punu edhe para lufte me to, dhe sidomos edhe Kadira Gjosaj dhe Ryve Lokaj dhe Meremi Bërhysaj, që na lanë pas lufte me një mërzi e kujtim madh. Çdo brez ka lënë gjurmë në jetën time. Largohem nga detyra me zemër të mbushur, plot kujtime të bukura dhe me kënaqësinë që kam shërbyer në profesionin që e kam dashur gjithmonë. Ju falenderoj gjithëve për mbështetjen, respektin dhe miqësinë. Ju uroj suksese dhe çdo të mirë në jetë. Dhe në fund, me një strofë të poetes Adelina Mamati, ju them me simdhensi nuk harrohet kot. Edhe kur kryet të na mbulojnë thinjat, në mendje do të kemi një emër nderues, emër të dashur, por si fëmijën mia, emrin e thjesht por të madh mësues. Edhe drejtori dhe zëvendës drejtori e vlerësuan lart kontributin e mamit në Arsem dhe ndan disa fjalë mirënjohje për të. Çdo të mirë, jetë ju edhe familjet e ju. Faleminderit për gjithë arsimtarët për kontributin e dhënë që ky aktivitet këtë kaq i mirë dhe kaq i organizuar në këtë nivel. Të gjithë kolektivit ju uroj këtë ditë njëkohësisht edhe familje, zotit Is që është bashkëshorti i mësuesës Hys, njëkohësisht familjarëve të cilët janë këtu për Hysën sepse ju jeni krenar me Hysën sepse kjo ka bërë një punë të jashtëzakonshme, kjo po del me një autoritet edhe me një punë të jashtëzakonshme që kapse krenohet kjo, kapse krenohet familja, njëkohësisht kapse krenohet shkolla në punën dhe veprimtarinë e Hys. Edhe për jetën e lumtur e gjitha të mirat për mësuesën Hys, edhe mësuesën Sabri Nibor. Zuar. Vazhdoni urna. E disa prej kolegëve e morën fjalën dhe falen me shumë emocion për ata ndan kujtime edhe vlerësime për të. E për me qetësu pak emocionet, edhe me mbajt mend këtë ditë, ja dham edhe Vallës si një ndër kujtimet më të bukura. Për vajzat, për bacenis, për vëndrin, për nipin që na bashkan gjithë sot këto, shumë mirënjohje. E dal nga dal, erdhi edhe fundi, unë dhe ishta me nda këtë kujtim si një ndër kujtimet më të bukura edhe emocionues që i kam përjetu ndonjëherë. Pensionimi është fundi i një kapitulli, por jo fundi i respektit dhe dashurisë që njerëzit do të kenë gjithmonë për ty. Batais, Erman, ju pafshuar, gjitha të mirat. Dera lidhjes prezidentit është e hapur gjithmonë për ju. Jeni pjesëmarrë. Urime! Right.